Stresi godet Jozi me deklaratën më të fortë pas finales. Ka qenë me dele dhe lop. Reperi Stresi ka reaguar ashpër ndaj ish-banorit të Big Brother VIP 4, Jozi Markut, pas incidentit që ky i fundit shkaktoi me fituesin e edicionit, Gjestin. I ftuar në një intervistë, Stresi nuk e kurseu gjuhën, duke thënë se Jozi në radhë të parë ka qenë bar i delesh dhe është marrë me kullota, me lop dhe dele, duke shtuar se këtë ja kishte thënë edhe në prezencë të tij. Ai e theksoi se nuk e konsideron termin bari si ofendim, por si një fakt mbi të kaluarën e tij. Moderatori Ronaldo Sharka ndërhyri duke i kërkuar të mos ofendonte në mënyrë të tillë, por Stresi e bëri të qartë se nuk kishte qëllim personal, thjesht një qëndrim i drejtpërdrejtë ndaj asaj që ndodhi. Nuk ka qenë gjest i hijshëm. Publiku e ka parë vetë dhe e di si ta gjykoj, shtoi reperi, duke lënë të kuptohet se akti i dhunës nuk i përket një lojtari të vërtet të Big Brother. Ky koment vjen si vazhdim i mbështetjes së fortë që Stresi i ka dhënë Gjestit gjatë gjithë rrugëtimit të tij, duke cilësuar atë si një djalë të thjeshtë, me zemër të madhe dhe fitues të merituar.